Nëse vuani nga gazra dhe fryrja, pini 3 glënka nga kjo pije dhe prisni 15 minuta. Funksioni normal i sistemit tretës është një nga parakushtet për shëndetin e përgjithshëm dhe është një faktor kyç për funksionet e organizmit në tërësi. Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme t'i kushtoni vëmendje tretjes së rregullt ushqyese dhe të parandaloni gjithashtu edhe komplikacionet e saj. Gjithsesi, një jetë e shpejtë, duke përfshirë këtu edhe një dietë të tillë, siguron edhe probleme me jashtëqitjen dhe të cilat mund të bëhen probleme kryesore shëndetësore të në një numri të madh të personave që vuajnë vazhdimisht nga këto komplikacione. Në këtë video, sipas Healthline, do ju sjellim 3 ndihma, të cilat do ju ndihmojnë që të filloni me tretjen kokëfort, ta zbusni atë para se të fillojmë. Bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Të lehtësoni komplikacionet dhe të sillni gjithashtu rezultatet më të mira kundër problemeve të fryrjes. Në mënyrë që të lehtësoni këtë shqetësim, përdorni ujin e ngrohtë me limon. Shtrydhni një limon të plot në një gotë me ujë të vakët dhe e konsumoni. Ju gjithashtu mundeni të konsumoni këtë pije si një masë parandaluese gjithashtu edhe kundër problemeve të dispepsisë, gjithashtu edhe problemeve të fryrjes. Ndaj përdorimi i kësaj recete në kushte shtëpie do të jetë një prej alternativave më të mira ushqyese në rast se vuani nga fryrjet e stomakut dhe keni këto komplikacione, citon Healthline. Vaji i lirit në kombinim me lëngun e limonit gjithashtu mund të kthehej në një aleat të vërtet ushqyes për sistemin tuaj tretës. Gëlltisni një lugë gjelle vaj ulliri, opsionalisht të olluar me lëng natyral të limonit. Kjo recetë shtëpiake do t'jap gjithashtu rezultate mjaft të mira tretëse nëse konsumohet si duhet në dietën tuaj. Ndikimi që do t'jap në organizëm do t'jeti menjëhershëm dhe do të lehtësojë gjithashtu fryrje dhe dispepsinë. Mund ta konsumoni herët në mëngjes ose disa herë pas një vakti. Kështu përfitimet e saj do t'jenë mbreslënse, lehtësuese dhe do të keni më pak shqetësime të tilla. Soda e bukës, e kombinuar gjithashtu me ujë të vakët, mund të jetë një alternativë lehtësuese kundër problemeve të tretjes. Përzjeni një gjysmë lugje gjelle sodë buke në një gotë me ujë të vakët. Ky ushqim është i njohur për elementet të cilët janë aleat të dobishëm për tretjen e tobët dhe është veçanërisht e rëndësishme të theksohet se duhet ta përdorni vetëm sodën farmaceutike pa alumin, të cilën mund ta bleni gjithashtu në farmaci. Recetat nuk rekomandohen për ata persona të cilët të vuajnë nga problemet e stomakut. Këto këshilla janë gjithashtu të mirëseardhura kur tretja është e ngadaltë, sa ka nevojë për ndihmën e shpejtë në mënyrë që të lehtësoni edhe këto shqetësime. Është e rëndësishme që nëse vuani prej kohësh nga komplikacionet e tretjes, të mos i neglizhoni shenjat që trupi juaj është duke shfaqur, t'i adresoni ato menjëherë tek mjeku specialist për të evituar kështu çdo dëmtim të mundshëm të sistemit tretës. Nëse keni një tretje të keqe, atëherë filloni edhe ndryshoni dietën tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të përmirësoni në mënyrë natyrale tretjen tuaj dhe të lehtësoni komplikacionet. Tretja jo e mirë mund të shkaktojë probleme me fryrje të barkut, gjithashtu ushtim të peshës, por edhe nëse është kronike, ajo mund të shkaktojë komplikacione të imunitetit. Në këtë video do ju sjellim disa këshilla të dobishme dhe praktike si të përmirësoni sistemin tuaj tretës me metoda natyrale në kushte shtëpie. Konsumoni ushqime natyrale dhe ato organike. E para gjë që duhet të bëni për të pasur një tretje më të mirë është të konsumoni ushqime natyrale, jo ato të paketuara dhe jo ato të konservuara. Dhe nëse ushqimet që konsumoni janë organike, atëherë sigurisht që sistemi juaj tretës do të ndihmojë shumë në këtë aspekt. Konsumoni gjithashtu ushqime të cilët nuk përmbajnë nivele të larta të glutenit. Gluteni është shkaktari kryesor i ngadalësimit të procesit të tretjes dhe i krijimit të ndjesisë së fryrjes. Mundohuni që të shmangni glutenin gjithashtu edhe ushqimet me yndyrë nga menuja juaj, pasi vetëm në këtë mënyrë do të keni një mbrojtje më të mirë të sistemit tretës dhe më pak komplikacione të saj. Konsumoni produkte të pasura me element ushqyes.
Gjithashtu, konsumoni sa më shumë ushqime të cilat përmbajnë ujë dhe lëngje natyrale. Dehidratimi është shkaku kryesor i një tretie të keqe, prandaj duhet të konsumoni sa më shumë ujë dhe lëngje të freskëta natyrale gjatë ditës. Duke përmirësuar kështu dietën tuaj ushqyese, do të keni më pak probleme me tretjen dhe do të keni mbi të gjitha një imunitet më të fortë. Hani ngadalë dhe përtypeni më mirë ushqimin tuaj. Nëse ju hani shpejt dhe nuk përtypni si duhet ushqimin, atëherë puna e sistemit tuaj tretës do të vështirësohet dhe do të krijojë gjithashtu probleme me fryrjen dhe me dhimbjet tuaja. Prandaj këshillohet që të hani ngadalë dhe të përtypni sa më mirë ushqimin në mënyrë që organizmi juaj ta tresë si duhet dhe të mos shkaktojë fryrje barku dhe gazra të tepërta. Konsumoni supa të lehta vazhdimisht në dietën tuaj të rregullt. Supat e gatuara, të cilat vijnë nga perime të freskëta në shtëpinë tuaj, janë të mira për sistemin tuaj tretës dhe do të lehtësojnë gjithashtu komplikacionet e saj. Mos e teproni me kripën në supa, por as me yndyrën dhe salcat, përgatiteni atë sa më lehtë dhe sa më natyrale në dietën tuaj të përgjithshme. Rekomandohet një supë e tillë e cila mund të konsumohet në çdo ditë dhe përfitimet që do të merrni do të jenë vërtet të rëndësishme. Gjithashtu, mos e teproni me dietën tuaj. Dieta të caktuara me pak kalori ose që kanë për qëllim humbjen sa më të shpejtë të peshës, shpesh kthehen në shkaqet kryesore të çrregullimeve tuaja me sistemin tretës. Prandaj mos e teproni me to, por mundohuni të keni një sistem tretës më të shëndetshëm në mënyrë që të ushqeheni vazhdueshëm dhe mirë me produktet e duhura. Shtoni në menun tuaj gjithashtu edhe ushqimet e fermentuara. Ushqimet e fermentuara përmbajnë bakterie të cilat janë shumë të rëndësishme për sistemin tuaj tretës. Kosi dhe ushqimet e tjera të fermentuara duhet të jenë pjesë e pandare dietave tuaja, në mënyrë që të keni një tretje më të shëndetshme, efikase dhe sa më shumë lehtësime kundër këtyre komplikacioneve. Kontrolloni stresin gjithashtu dhe gjumin. Stresi gjithashtu mund të shkaktojë çrregullime të sistemit tuaj tretës dhe të ndikojë drejt për së drejti në organizmin tuaj duke e rënduar atë gjithmonë më shumë. Mundohuni vazhdimisht të hani sa më shëndetshëm dhe të evitoni gjithashtu edhe stresin e vazhdueshëm gjatë ditës. Duke kombinuar një gjumë më të mirë dhe më pak stres, atëherë do të keni përfitime më të mira në cilësinë tuaj të tretjes. Konsumoni gjithashtu uthull molle të tretur në ujë. Uthulla e mollës do të ndihmojë në tretjen më të mirë. Konsumojeni atë në sallatat tuaja, por mund ta shtoni edhe në lëngjet tuaja të preferuara ose në kombinim me ujin. Për sa kohë ajo është gjithmonë e tretur dhe nuk përmban edhe përmbajtje të larta të uthullës, do të keni përfitime të mira në sistemin tuaj tretës dhe më pak probleme me fryrjen. Fryrja është një shkak i zakonshëm i një keqtretje të madhe, prandaj nëse nuk kujdeseni mirë për atë që shtoni në menun tuaj, do të krijoni gjithashtu edhe më shumë shqetësime. Ushqimet e pasur me prebiotik do të luajnë një rol pozitiv në sistemin tuaj tretës dhe do të mbajnë larg gjithashtu problemet e fryrjes. Prandaj sigurohuni që probiotikët i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja të rregullta në mënyrë që të mbani larg këto komplikacione. Probiotikët, të quajtur bakterie të gjalla të mira të dobishme, janë gjithashtu prezente në dietën tuaj. Ato mund t'i gjeni gjithashtu edhe te kosi. Kosi është i bërë nga qumshti i fermentuar i cili mund të ndihmojë edhe në përmirësimin e tretjes dhe ruajtjen e traktit të tretjes më të shëndetshme. Kosi është një nga opsionet më të shëndetshme të cilën mund ta konsumoni për mëngjes. Të kombinuar me fruta ose me perime të freskëta, ndikimi i tij në organizëm do të jetë i menjëhershëm dhe do të lehtësojë gjithashtu problemet e fryrjes. Drithrat integrale, barishtet, erëzat, farrat, gjithashtu edhe ushqimet e pasura me fibra, duhet të jenë pjesë prezente të dietave tuaja të rregullta. Vetëm në këtë mënyrë trupi juaj do të marrë përfitimet e duhura dhe do të lehtësojë gjithashtu edhe problemet dhe komplikacionet e fryrjes. Me mos nguroni të rregulloni dietën tuaj ushqyese. Vëmendje, ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë.
të mos zvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor. Informacionet në këtë video kanë për qëllim vetëm informim dhe asgjë më shumë. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.